Trafiku në akset kombëtare të Juglindjes ka shkaktuar makth dhe panik të qytetarët. Fundi i vitit dhe nisja e vitit të ri u kthye në një tmerr për drejtuesit e mjeteve që kanë udhëtuar nga Hotolishti drejt Tiranës. Qytetarët janë përballur me orë të tëra në trafik, të bollkuar së bashku me familjarët e tyre që pas festave në Juglindje po ktheheshin drejt kryeqytetit për të vijuar me përditshmërinë e tyre, duke i kthyer ato pak ditë pushimi në një kaos. Një nga shkaqet e bllokimit të qarkullimit të automjeteve, sidomos në aksin Librazh-Elbasan, është rindërtimi i pjesëve të rrugës që po bëhet në këto segmente. Por kjo mund të bëhej lehtësisht e menaxhueshme, duke mjaftuar vetëm një kamion me zhavor për të mbushur gropat. Një tjetër problematik është mungesa e policisë rrugore në akset kombëtare të Juglindjes. Nga verifikimet e kryera nga CNA për gjatë ditës së dieshme nga Hotolishti në Tiranë, nuk ka patur prani të asnjë patrulle policie rrugore për të menaxhuar kaosin e krijuar nga trafiku. Asnjë njoftim mbi trafikun e rënduar me orë të tëra në këto akse, asnjë masë bërë publike. Policia rrugore ishte inekzistente. Për të shmangur të gjitha të kaos të krijuar nga trafiku, do të mjaftonte ndalimi i qarkullimit të mauneve në pikun e lëvizjes së automjeteve për të shmangur orët e gjata në trafik dhe vështirësitë në qarkullim. Policia rrugore ishte e papërgjegjshme, duke lënë në mëshirë të fatit qytetarët me familjarët e tyre mes trafikut të bllokuar me orë të tëra në temperaturat e ulta. Sot pritet e njëjta situatë që mund të përsëritet në rreth rrotullimin e Bradasheshit në aksin Elbasan-Tiranë për shkak të fluksit madh të mjeteve që kanë shkuar në Juglindje për festat e fundvitit. Ajo që ka ndodhur dje ka qenë e turpshme. Policia rrugore nuk ka qenë në terren në asnjë centimetër nga aksi Hotolishti deri në Labinot, ku ka qenë piku më i madh i trafikut, dhe automjeteve i është dashur 3-4 orë për ta përshkruar këtë segment rrugor.